Mbrëmja e kaluar solli një atmosferë të bukur në amfiteatrin antik të Durrësit, ku muzika mesdhetare u kthye në një urë midis kulturave. Orkestra e njohur italiane Magna Grecia solli koncertin me titullin Mesdheu në muzikë, si pjesë e javës së kulturës italiane në Shqipëri. Kemi zgjedhur Durrësin për këtë koncert për të theksuar lidhjen historike dhe kulturore që ekziston mes vendeve tona në hapësirën mesdhetare. Instrumentistët e rinj të orkestrës italiane interpretuan me pasion një repertor të pasur që ndërthuri veprat klasike dhe ato bashkëkohore. Repertori është një homazh për Shqipërinë dhe Italinë. Gjithçka nis me imet kombëtare të dyja vendeve dhe vijoi me repertorin operistik italian me kompozitorë si Rossini, Puccini, Donizetti e tjerë. Kemi edhe një homazh për kompozitorin e famshëm Ennio Morricone, pa harruar O Sole Mio. Ky koncert shënoi edhe hapjen zyrtare të sezonit artistik në Durrës, i cili këtë verë premton aktivitete të shumta në hapësira publike dhe në monumente historike.